Gjesti, një nga banorët me qëndrim më të gjatë në historinë e reality show Big Brother, po përballet me një gjendje të rënduar psikologjike, pas më shumë se 150 ditësh izolim. Pas përfundimit të rrugëtimit të tij në Big Brother VIP Kosova, ai menjëherë u bë pjesë e Big Brother VIP Albania, duke kaluar më shumë se 5 muaj i shkëputur nga bota e jashtme. Një video e fundit, që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, ka shqetësuar fansat e tij. Në pamjet e publikuara, Gjesti shihet duke folur me veten para pasqyrës, një veprim që ka ngritur alarme mbi ndikimin e izolimit të gjatë në shëndetin e tij mendor. Situata e tij është përkeqësuar nga përplasjet e shumta me banorët e tjerë, të cilat shpesh kanë përfunduar në debate të ashpra, kërcënime, bullizim dhe madje edhe në përplasje fizike. Një pjesë e madhe e shtëpisë duket se është bashkuar në një përpjekje për ta provokuar dhe nxjerrë jashtë loje, duke bërë atë gjithnjë më të cenueshëm. Pavarësisht shqetësimeve për gjendjen e tij, produksioni ka vendosur ta mbajë në lojë, edhe pas incidentit të rënd ku ai u hodh nga muri, një veprim që normalisht duhet të rezultonte në diskualifikim me zarf të zi. Në vend të kësaj, ai u dënua me një mas të lehtë, duke ngritur dyshime mbi trajtimin e tij në këtë reality show. Ajo që dihet deri më tani është se Gjesti është takuar disa herë me psikologen e Big Brotherit dhe është vizituar nga mjekët, të cilët kanë konfirmuar se ai po përjeton një gjendje të rënduar emocionale. Megjithatë, ai ende vazhdon lojën, duke sfiduar kufijtë e qëndrueshmërisë së tij mendore. Një situatë ku presioni nga banorët e tjerë rritet çdo ditë dhe përballja me Eglin e bën lojën edhe më të tensionuar, mbetet për t'u parë se sa gjatë do të mund ta përballojë këtë sfidë. Gjesti është një person kompleks i paparashikueshëm, atë që thot në mëngjes, mund ta mohojë në mbrëmje, dhe pikërisht kjo e bën lojtarin më të komentuar dhe më intrigues të këtij edicioni. Por pyetja mbetet, a do të mund ta përballojë deri në fund këtë luftë psikologjike? Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!